Ish kundër admirali i flotës detare Krisaq Gërveni është paraqitur në prokurorinë e Tiranës, ku është marrë në pyetje nga një prokuror i sektorit ushtarak. Gërveni është parë në gjithë shkallët e prokurorisë së kryeqytetit, ku mësohet se është paraqitur për të dhënë shpjegime lidhur me kallëzimin penal të depozituar nga Ministria e Jashtme për çështjen shumë të dyshim të paktit detar me Greqinë. Ish ushtaraku i lartë Gërveni është një nga negociatorët e kallëzuar penalisht dhe përpasoj kjo ka bërë që prokuroria ta pyes në cilësinë e personit që ka dieni. Burime pranë prokurorisë së Tiranës të pyetur nga shqiptarja.com lidhur me qëndrimin që ka mbajtur Krisaq Gërveni për marrëveshjen detare Shqipëri-Greqi, pohuan se nuk mund të japin asnjë informacion, pasi hetimi i kësaj çështje konsiderohet si sekret shtetëror dhe ushtarak. Kjo për shkak edhe të vet akuzës për të cilën kanë nisur hetimet, e cila është argumentuar sipas nenin 210 të Kodit Penal, që flet për marrëveshjet e torzimit të territorit për llogari të një shteti të huaj. Mendohet se Gërveni ka treguar vetëm anën procedurale të negociatave me palën greke dhe asnjë gjë më tepër, duke argumentuar se vendimet dhe bisedimet nuk janë marrë prej tij, por nga i gjithë grupi i punës, përfshirë këtu edhe titullarët e institucioneve, duke përfshirë ish ministrin e jashtëm dhe atë të mbrojtjes. Pas dëshmisë së Gërvenit, pritet që në ditën 9 vijim në prokurorinë e Tiranës të paraqiten anëtarë të tjerë të grupit të punës për t'u marrë në pyetje. Lidhur me këtë çështje, pak ditë më parë prokuroria e Tiranës ka administruar të gjithë dokumentacionin në Ministrinë e Jashtme, atë të mbrojtjes dhe shtabit të përgjithshëm.